Pika e dytë është si tregonte profeti sasem vetë kontroll në situata të vështira. Po na ka herë na ndodh vetëm me qenë me disa persona ndoshta që mund na zemrun ndaj pjesën fetare. Po. E tash e përmendë ti që zemrimi ka dhe zemrim të lavdëruar, tash siç edhe na mundemi mu sjell kur dikush na ofendos, na zemron në çështje fetare. Se ka herë ndoshta e reagojmë si keq, edhe pastaj dikush na tregon dhe thotë që tu pak e teprove, ose ndoshta e largove më shumë se sa e afrove. Dikush dëshiron të të zemron. Po. Dikush të provokon që të zemrohesh dhe të thotë çeti si musliman. Se çate kanë qëllimin final. Prandaj ne duhet të jemi të kujdesshëm. Se kufit e Allahut janë shkel dhe shkile me të madhe. Në moment ku dikush të provokon në fejse, duhet të jemi të kujdesshëm në mënyrë se si sillemi me ata. Mos harrojmë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ai mundet me fol kundra teje me të nënçmuese kështu me radhë. Por ata e dinë se pas së shumti që ne prekemi është kur na prekin dinin, fen, besimin. E prandaj e shef më shumë provokimet më të mëdha që ka bëhen, provokimet në fe, në din. Ne nuk duhet të nervozojmë, nuk duhet të reagojmë me zemrim, edhe pse zemra na hidhrohet. Duhet të jemi shumë të kujdesshëm në mënyrën se si reagojmë edhe kur ndodh ndonjë debat, ndonjë polemik diçka. Në shumë kanale televizive, në shumë emisione, fatkeqësisht në prezencën e shumë hoxhallarëve, thirrësve, kanë dështu në bisedat dhe debatet e tyre me personalitete të ndryshme, veçanërisht me personalitete dashakeq, të cilat fshehin në zemrat e tyre, por për tyre që i shfaqin qëllime të këqija për të arritur atë që ty të provokojnë, të nervozojnë, të dalish prej kontekstit të temës ose çështjes për të cilën flitet. Andaj duhet të jemi të kujdesshëm të urtë dhe ta menaxhojmë zemrimin, se ne jemi të folë si ta menaxhojmë zemrimin. Tash po, zemrimi është i lavdëruar dhe urrëtur. Ti zemrohesh, po ai menaxhon. A dikush kur tash janë fejnë se ti zemrohesh, por tash menaxhohe. Kujdesu. Mos tento që dikush të ta keq përdore, mos lejo që dikush të ta keq përdore, mos lejo që dikush tjetër të ta menaxhon ty zemrimin.